moment I rëndësishëm për lëvizjen olimpike dhe për sportin kosovar në përgjithësi, sepse përmes këtij akti ne po konfirmojmë zotimin ton për një sistem sportiv gjithëpërfshirës, të drejtë dhe të barabartë për të gjithë, pa dallim gjinie. Barazia gjinore nuk është vetëm një synim moral apo social. Ajo është një domosdoshmëri për zhvillimin dhe suksesin e sportit modern. Çdo herë që ne u japim vajzave dhe grave hapësirën e merituar në sport, ne I japim mundësi vetë sportit të bëhet më I drejtë, më kreativ dhe më I fortë. But for too long, across the world, sport has been a closed door to many women. The decisions that have been made for decades have excluded them. Using equipment that is too big, medical research done on male athletes, uniforms that don't fit or focus on aesthetics, not performance. Now is a time that we need to normalise sport for girls, to make decisions that are inclusive and that take into account their needs and ambitions. In every analysis of future trends for sport that I have read over the last year, there have been three themes. You may know that women's sport revenues for 2025 were predicted to exceed $1 billion for the first time this year. In fact, they have far exceeded that, and growth is accelerating. Not only that, but the 4 billion women on this planet have $31.8 trillion of today's discretionary spending. Iniciativat apo angazhimi për avancimin e gruas në shoqëri është një prej vlerave që ka një shoqëri demokratike. Andaj ne si Ministri e Kulturës, Turismit dhe Sportit me mbështetjen në programet veçanta për sportin femëror e konsiderojmë që është një prej atributeve dhe vlerave që ka shoqëria kosovare. Po ashtu edhe medaljet që kemi arrit po nga femra. Kështu që për neve mbështetja do të vazhdojnë vazhdimsi.